Kemi të kurje edhe të kësaj grupë moshet, pra të pjesës popullsisë që është në moshë punë 15 deri në 64, edhe kjo është të kurrë. Numri i fuqisë punëtore edhe mshme, se kjo diskutohet shumë shpesh edhe prej bizneseve, shihet, flitet për krizën. Natyrisht se tani bizneset, pra sektori privat veç po i ndihen presionin e kësaj të kurrë popullsisë. Dhe unë besoj që një talë me të afërt edhe ne do të detyrohemi që të mendojmë, të relaksojmë pak politikat e imigrimit edhe ndoshta cilëm imigrant nga kontinentet tjera të botës, për shembull nga Azia. Tash në Shqipëri kjo është realitet, mirë po gjithsesi ne duhet të jemi koshient karshi këtyre ndryshimeve demokratike, edhe unë besoj që duhemi të analizojmë me kujdes, mos t'i shpërfillim këto ndryshime demografike, sepse këto rezultate shpërfaqin nevojën ndoshta për përditësim të politikave për me adresu disa prej sfidave që mujnë me na ardhë për shkak këtyre ndryshimeve. Një realitet i ri. Realitet komplet i ri.